Washingtoni u zgjua këtë mëngjes me një mori zhvillimesh në Ukrainë. Ishte mesi i natës në Washington kur Rustem Umerov, këshilltari i sigurisë kombëtare i Ukrainës, njoftoi në X se SBA dhe Ukraina kishin arritur një mirëkuptim të përbashkët mbi kushtet thelbësore të marrëveshjes së diskutuar në Gjenev. Umerov shtoi se Zelenski do të udhtojë për në Amerikë në datën më të afërt përshtatshme në nëntor për të përfunduar hapat e fundit dhe për të arritur një marrëveshje me presidentin Trump. Me lindjen e diellit në Washington, një zyrtar amerikan po përdorte një gjuhë të ngjashme por jo identike për të hartuar një kuadër për progresin. Zyrtari, duke folur në mënyrë anonime për mediat amerikane, tha se Ukraina ishte pajtuar me propozimin e paqes së Trump me disa detaje të vogla që duhen përpunuar. Paralelisht është bërë ditur se bisedimet kanë qenë duke u zhvilluar në Abu Dhabi. Amerikanët pretendojnë se janë takuar atje me zyrtar rus dhe ukrainas, megjithse rusët nuk e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Nuk kam asgjë për të thënë, po ndjekim raportet e medias, tha Dmitri Peskov, zëdhënësi i Vladimir Putinit për median shtetërore ruse. Donald Trump do të udhtojë sonte për në Mar-a-Lago, vend pushimin e tij në Florida, ku do të qëndrojë deri të dielën. Më herët këtë javë ai caktoi një afat deri të njëjtën ditën e falënderimeve për një lloj marrëveshje mbi planin e tij. E dim që plani është ndryshuar nga forma e tij origjinale, por është e qartë se Zelenski dëshiron të shihet sikur po bie dakord për diçka shpejt. Kjo do t'i pëlqente Trumpit. Ndjej se Zelenski do të përpiqet të shkojë në Mar-a-Lago sa më shpejt jetë e mundur. Para të njëjtës do të ishte një shtytje, por do të përmbushej afati i fundit i vendosur nga Trump. Më pas do t'u lidhet rusëve të shprehin qëndrimin e tyre mbi dokumentin e rishikuar. Të gjitha shenjat janë se ata do ta refuzojnë atë, por ndoshta bisedimet sekrete të Abu Dhabit do t'japin diçka.